ndonjë pyetje për ndonjë situatë të veçantë të tyre, ndoshta në lidhje me këtë lloj problematike, të të bashkëtuarit në komunitet dhe në bashkëpronësi në zonat ku banojnë, për të pyetur tani këtu ku jemi edhe avokatën tonë për të kuptuar se si ligji ndihmon në këtë rast. Po zonjë. Po midiset janë të përbashkëta poshtë të tortuari, janë të zëna, ku atje na 1 metre kemi paguar të gjithë si pallat. Dhe një kryetare e privatizon, njëri nuk e privatizon. Dhe kemi shumë konflikte. Kur themi trotuarit, çfarë kemi parasysh, me çfarë janë zënë? I ka fjalën për zonat e parkimit apo çfarë? Jo, poshtë balkonit, pallatet e vjetra i kanë rrethuar dhe i quajnë pronë të veta. Po, janë ato si baçet, tavolinat dhe hapi rrobat ku të duash ti. E qartë. Shkurtë mirë sepse praktikisht e përmend me fol. E tha dhe administratori që ky ka qenë problem. Ligjin e Glendi. Ky ka qenë problem me ligjin e vjetër sepse nuk ishte evaziv ligji, nuk ishte shumë e qartë. Me ligjin e ri kjo është hapësirë e përbashkët. Dhe në qoftë se ti do shkosh te asambleja si banor dhe do t'i thuash asambles, nuk dua që ky personi ta përdori këtë se po më bezdis me zhurmë me gjitha, asambleja është e detyruar t'i thoj largoj këto gjërat sepse është e gjithë pallatit. Dhe nëse nuk pranon ka rasti me atë zonën e kopshtit të lodrave që ishte pronë e një pallati tjetër, ambienti i përbashkët dhe shfrytëzoi nga banor të një pallati më tutje. Jo, pra nuk është me zhurmë, është një burr i huaj i cili ka apartamentin katë parë dhe ka zaptuar me lulishte atë rreth e qark dhe ka bërë të vetën, dhe rri aty e përdor me shef. Si do veproj përmbarimi këtu? Jo, do ta liroj përmbarimin. Si, kush do jetë kërkuesi? Me çfarë të drejtë? Po, e kam lexuar ligjin unë. Po pra, pikërisht të po them pra. Jo, pa shiko, ligji nuk rregullon çdo, rregullon frymën e asaj marrëdhënie juridike. Fryma është këtu brenda, është qytetaria brenda, pastaj është ajo. Unë jam këtu për ta shpjeguar ligjin dhe ligji është kështu. Do ta kërkoj asambleja, do shkoj tek administratori, nëpërmjet administratorit do marri vendim dhe administratori do jetë ai që do ta kërkojë lirimin e kësaj. Zonjë, keni asambleju? Në qoftë se nuk do. S'ka në asambleja do. Tani kjo është tjetër gjë në s'kan ato. Rudina, te pallatet e vjetra kanë një qytetare e Tiranës. Jo, është e vërtet, pallatet e vjetra ose pothuajse pjesa më e madhe e pallateve të vjetra i kanë uzurbatorët. Të gjithë kanë ato gardet e vogla, dikush e ka me tel, dikush pa tela, dikush ka vendosur disa lule dhe duket sikur e kanë bërë të tyre, dikush bën zgarën, dikush vendos fëmijët aty, pra duket sikur të gjithë këto le themi të kateve të para kanë patur hapësirë dhe mundësi për te rasteve të tjera që tham kanë bërë restorant apo kanë bërë lokale i kanë privatizuar. Edhe këta të tjerë, të cilët nuk kanë le themi trotuarin deri aty buz pallatit, flitet për pallatet e vjetra, patjetër që me sy shumë të lirë në momentin që qarkullon nëpër Tiranë e kupton që gjithë secili e ka vendosur një minitel të vogël në shërbim të familjes së tij, po jo në shërbim të përbashkët të pallatit apo dikush nga banorët të tjerë mund ta përdori këtë hapësirë e cila është e përbashkët dhe për veten e tij, për veten e saj. Si do zgjidhet, se këtë dimë. Zgjidhet, do të thënë asambleja do të vendosi, do marrë masa. Në momentin që asambleja do ta bëjë kërkesën e administratorit, ta çojë bashkia dhe pastaj do merren masa. Do të merren masa me ligjin e ri tani janë të detyruar të kenë asamble. Janë të detyruar të kenë asamble me ligjin e ri sepse do vi Bashkia e Tiranës dhe do thoj ku është asambleja këtu sepse do krijohet ai libri që u tha në kryet e. Pastaj është dhe zyra e ankesave dhe të gjithë do të sjellin me foto dhe me video të gjitha dëshmit për këtë hapësirë të përbashkët. Kemi ndonjë pyetje tjetër nga publiku? Po, kam dhe një tjetër. Në pallatet e vjetra ka ndryrje brutale. Në katin e parë. Mi po, duke ndërhyrë brenda prishjen e gjithë të konstruksionit, është rreziku. Si veprohet ajo? Ne jemi në ajër si pallat. Se kanë bërë lokale dhe ne jemi në ajër. Sa kati është pallati juaj? 5 katësh. 5 katësh. E ka fjalën për ndërhyrjet që mund të jenë bërë në strukturën e pallatit, pra. Ato janë ajo është tjetër pastaj. Ajo është çështje me IKM-n që balkoneve, do të thonë ka ndryshim komplet të strukturës së jashtme. Ka individ që kanë investuar të tjerë. Ai praktikisht thotë unë jam në pronën time, pra këtë gjë ka bërë, pra është tjetër situatë. Jo, nuk është në pronën e vet, nuk është në pronën e vet. Strukturën nuk mund ta ngjitur, strukturën mund ta prishë. Ndryrja i gjithë thelbi është gafa më
madhe. Për këtë ka ekzistuar ligji gjithë gjithë kohës. rreziku ekziston. Rudina, thelbi është që ne duhet të gjithë qytetarët nëpërmjet këtij vendimi dhe këtij ligji duhet të reagojnë dhe duhet të jenë më tepër kërkues ndaj të drejtave për hapësirat e përbashkëta, njëkohësisht duhet të funksionojë asambleja dhe nuk duhet të jenë të heshtur në kuptimin se s'ka një ligj për këtë gjë, se deri tani janë anashkaluar pafund problematika brenda komunitetit rasor në cilin ne gjendemi, gjithsecili në familjet tona. Vërdall, kështu që është ajo çfarë nëpërmjet këtij sensibilizimi, le të themi, ata shumë mirë Margarita, nëpërmjet edukimit që do të bëhet është edhe informimi i qytetarëve që tani ekzistenca e këtij ligji, ekzistenca e asamblesë, dëshira, mundësia edhe vullneti për ta ndryshuar apo për ta zgjedhur administratorin i lehtëson disa politika sociale komunitare të cilat kanë qenë deri tani të pasgjithshme. Pra ne do kemi tani një mundësi dhe një hapësirë për t'u ankuar, për ta zgjidhur, për ta liruar këtë hapësirën e përbashkët, për ta zgjidhur shpejt dhe për të marrë. Patjetër, po ishte me procese të zgjatura që ti do kishe edhe dëshirë të shkojë në procese gjyqësore. Po jo, po kishte edhe agresivitet më përpara, sepse ishte ekzistenca kush është pak më i zoti se tjetri, ka patur dhe raste të dhunës me njëri tjetrin, kështu që tashmë le të themi çmitizohen këto hapësirat e të fortit të përbashkët, sepse unë jam më i zoti dhe aty vendoseshin karriket deri këtu dhe shtoheshin dhe ja 3 palë karrike të tjera, kështu që është ky uzurpimi që duhet të mbarojë një herë. Një për çështjen e kuotave të detyrimit mujor. Se unë besoj një nga problemet më të shpeshta është të mos paguarit të detyrimit mujor që i takon çdo banori të pallatit. Do ta vendosë asambleja. Nga ky moment çfarë ndodh? E vendos asambleja. E vendos asambleja. Vendosur që më herë, po. Dhe do të vazhdoj ashtu deri në një njoftim tjetër kur asambleja mund vendosë. Nëse personi vazhdon dhe nuk paguan detyrimin mujor. Tani që nga momenti ja llogarit administratori të gjithë detyrimin, e çon administratori këtë në gjykat, i thot nxirni një urdhër ekzekutimi, sepse është titull ekzekutiv. Nxirjet e urdhrave të ekzekutimit bëhen shpejt nga gjykata. Shpejt çfarë nuk kupton? Mund të jetë 2 javë. 2 javë, 3 javë, dhe pastaj më njëherë mund ta çosh te përmbarimi për ta ekzekutuar. Pra ligji këtë thot. Kjo është rruga që duhet ndjekur. Kjo është rruga që duhet. Te përmbarimi. Përmbarimi pastaj si ekzekuton këtë ligj? Përmbarimi pastaj bllokon çdo pasuri. Po. Çdo pasuri që ka edhe atë shtëpinë që ke, or edhe shtëpinë që ku po jeton aty ke pallati aty, që u bë edhe në një farë mënyre shkaku për të lindur dhe kjo gjë, edhe atë. Sepse ka edhe banor të pabindur, pastaj duhet kuptojmë se administrimi një pallati me administratori zihet me atë zotrinë dhe ne i shohim lajme. Dhe në qoftë se administratori zihet me atë zotrinë, kujtohet ballë për ballë të fare. Administratori në mënyrë shumë qytetare do t'i kujtojë detyrimin që ka për të paguar dhe kaq. S'ka fare nevojë administratori të konfliktohet. Duke marrë shkasë. Ligji është shumë i mirë. Duke marrë shkasë Rudina nga kjo që ju po thoni, më çuat të them diçka tjetër, më sollet në vëmendje këtë gjë që ky ligj përveç atyre risive të tjera ka përcaktuar qartë edhe detyrat e kujt, si dhe kur do t'i kryej këto detyra. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, është ajo që tha Elena që aty shfryhet nga një valë vul një lloj tensioni që ekziston, sepse unë e di çfarë kam për të bërë, ai tjetri e di çfarë ka për të bërë, ky tjetri e di se çfarë ka për të bërë. Tani ligji nuk presupozohet që zgjidh gjithçka, po ligji hap rrugën, hap shtegun, përmison, edukon dhe në një farë mënyrë, nëse edukon nga frika apo edukon nga bindja, kjo është tjetër gjë, por edukon. Unë tashmë e di që mund ta kërkoj të drejtën time si një qytetar në Europë, se i them, kjo hapësirë është e përbashkët. Me dinjitet. Po, me dinjitet. Po sepse ka patur probleme shumë thelbësore. Ne kemi jetuar në këtë Tiranë në cilën kemi patur probleme të shumë familjarëve. Për shembull, banorët e kateve të para të dyta, në momentin që nuk punonte ascensori apo nuk punonte pompa e ujit, thonë ok, ne nuk paguajmë sepse deri tek ne vjen uji, apo ne mund t'i ngrejmë gjëra deri në katin e dytë dhe në katin e tretë të paguajnë ata të tjerë. Dhe shumë herë shqiptarët kanë abuzuar me mirësi dhe nevojën emergjente që kanë patur familjarë, ndoshta të kateve lart, po dhe individ të ndryshëm që kanë patur fëmijë të vegjël, si mund të jetosh ti pa drita, pa ujë, ku ka një problem. Kështu që të tjerët e kanë lënë do ta zgjidhin këtë. Pra nuk është më problemi ta zgjidhin të tjerët. Ashensorët me qelsa, me çipa e tjerë. Kur do vjen një person në ka pas shumë probleme. Duhet të zbresësh poshtë që të hapet dera, pastaj ka patur shumë probleme. Dhe unë mendoj që është një frymë e re, të cilën gjithsecili nga ne duhet ta pranoj pavarësisht se ka kosto të shtuara. Po nuk ka asgjë falas, kështu që nëse të jepet një shërbim, duhet ta paguash dhe nëse personi që nuk pranon të paguajë detyrimin për ashensorin e prishur, pra për servisin, dhe mund të pretendojë çështje të tarifës
Thot unë jam dakord të paguaj, po nuk jam dakord me tarifën që keni përcaktuar juve. Si e zgjidh? E vendosi asambleja. Asambleja është fuqi plot sepse të gjitha faturat do deklarohen tashmë për gjitha shërbimet. Pra nuk do kemi abuzime se ka patur administrator abuzues pafund dhe me mbledhjen e fondeve të pallateve. Eksakt. Do të thonë abuzime të tilla edhe në kohë, edhe në para, edhe në le të themi në prioritete, duke i dhënë prioritete njëri tjetër sepse kishte familjarët, fisi, familja i fortë etj. Pra, bien të gjitha këto dhe sigurisht ne duhet të ndërgjegjësohemi. Fuqia e asamblesë deri ku shkon? Në çështjen e për sa i përket fuqia e asambleja shkarkon dhe administratori. Po mirë, kjo nuk më duket, edhe më herët e normale, po tani me vendimet që merr deri ku, në lidhje me qeraxhit, në lidhje me këto apartamentet që jepen me qera ditore. Shkon në çdo lloj pune që do kryet. Në çdo lloj pune duhet marr vendimi i asamblesë administrative. Për tek kësaj, parantez tani nuk e di sa është, po mbajmë e kam lexuar diku, nuk e di sa është saktë, po di që në shumë shtete të huaja asambleja ka një fuqi shumë madhe, për shembull nëse s'gaboj, edhe ndoshta gaboj që e them pa qenë fare sigurt, po në Shtetet Bashkuara më duket asambleja është aq e fuqishme sa të detyron edhe të largohesh të tërësisht, pra të shesësh apartamentin, nëse ti nuk je një banor i përshtatshëm për Shiko, mund të jetë dhe kjo, po në raste të tilla besoj që ka të bëjë edhe me jo, është ka të bëjë me luftimin e të keqes së përbashkët, sepse normalisht ju dini shumë mirë që ka patur reagime të denoncimeve të familjarëve që janë problematik. Nëse ti dëshiron të blesh për shembull një apartament në pallat, asambleja nuk jep miratimin tënd që ti të blesh atë apartament. Madje edhe për të marrë me qira, për të marrë me qira do kalosh me disa referenca dhe do marrë. Sepse duhet të parë, do me thënë, kredibiliteti jotë se si je sjellur ti si qytetar, ose ka disa zona ku lejohen për shembull që aty të blejnë banor që janë mbi 50 vjeç ose mbi 60 vjeç, është e vërtet kjo në Amerikë. Edhe në Kanada ka disa zona, unë kam jetuar në Kanada, dhe në Kanada ka disa zona ku ti nuk futesh dot në atë komunitet aty, pa pasur referencat e duhura, pa pasur moshën e duhur. Po te ne kjo gjëra nuk është akoma. Po ka edhe raste speciale për shembull të tipit të brenda ashensorit që nuk mund të jesh me shoqëruar me kafshë shtëpiake etj. Për arsye të fobirave të njëri tjetrit. Të janë element të vegjël, por nga njëra anë për shembull për dikë mund të jetë shumë shqetësim që ne për shembull se kemi parë deri tani i kemi thonë nikti se përpresun, por nga ana tjetër ai do ta di se do udhtoj vetëm, le të themi në këtë ashensor, do hypi në ashensor vetë. Po nganjëherë për shembull asambleja nëse merr sinjale, asambleja nëse merr sinjale që dikush në këtë godinë këtu bën gjithmonë potere, zhurmë me kështu, arrin deri aty sa ty të bën kallëzim penal. Për prishje qetësisë publike. Pra e ka këtë. Sepse është dakordësie për një mesazh të fundit për këtë temë tani nga Glendi. Ligji është fantastik, por duhet bëhemi ne vetë pak më qytetar. Fantastik, edhe ne, pak më qytetar. Qytetar. Elina? Do doja shumë rritjen e ndërgjegjësimit gjithë secilit nga ne, që mos i hedhin ato mbeturina të përparkimeve gjithandej, sepse janë shumë shqetësuese dhe janë modele të shëmtuara edhe për fëmijët edhe për të rinj, sigurisht. Unë ta përmbyllur me zërin avokate. Unë e di që do marrë kohë zbatimi i mirë i këtij ligji, por jemi në rrugën edukimin në vetë. Po, jemi në rrugën e mbar dhe e di që do bëhet më mirë edukata jone e përbashkët komunitare do ndryshojë. Me siguri do të jemi sërish në panele të ngjashme për diskutuar edhe efektet edhe si është reflektuar tashmë edhe aplikimi i këtij ligji në jetën tona të përditshme. Ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Faleminderit juve.